Ishte një nga ato momente kaotike dhe të paparashikueshme që ndodhin vetëm në shtëpinë e Big Brother. Bia po kryente rutinën e saj të zakonshme, kur Ludo e pa duke u larë dhe vendosi të përfshihej pak në situatë. Nuk ishte një veprim serioz, por një kuriozitet i momentit, diçka që shpesh ndodh kur banorët jetojnë bashkë 24 orë. Ai shkoi te labi dhe i tha: "Të lutem, mbyll pak sytë dhe hajde shih diçka interesante." Ishte një ftesë me humor, që niste një lojë të vogël provokimi dhe rivaliteti. Labi, pa u menduar shumë, pranoi dhe hapi sytë, siç ndodh shpesh në këtë shtëpi, gjërat morën një kthes të paparashikueshme. Banorët tjerë, duke parë situatën, filluan të qeshin dhe të talleshin, duke e kthyer momentin në një skenë qesharake më shumë se sa të sikletshme. Bia, e cila e kuptoi menjëherë çfarë po ndodhte, filloi të bërtas me një kombinim të talljes dhe nervozizmit. "Bobo," i u drejtua me humor dhe një ndjenjë shpërdorimi. Ishte reagimi tipik i dikujt që nuk donte të ishte qendra e vëmendjes, por që shtëpia nuk e lejonte ta shmangte. Ludo dhe Labi nuk e morën shumë seriozisht. Ishte një moment talljeje, një provokim miqësor që rriti energjinë e gjithë dhomës. "I pëlqen?" "E ka të fortë," thoshin disa nga banorët me buzëqeshje dhe sharje të lehta, duke e kthyer gjithçka në një lojë humoristike. Ai moment nuk ishte thjesht për t'u bërë skandal. Ishte një shembull i mënyrës se si banorët e Big Brother e përdorin kuriozitetin, shakat dhe situatat spontane për të krijuar lidhje, për të testuar kufijt dhe për të parë reagimet e njëri tjetrit. Çdo banor kishte një rol, dikush qesh, dikush tall, dikush proteston, dhe kjo ndërveprim ndërtoi dinamikën e shtëpisë. Në fund, situata u qetësua, por tensioni humoristik mbeti në ajër. Bia u tërhoq dhe i tha Ludit dhe Labit se nuk donte më t'i shikonte ato situata. Por të gjithë e dinin, momenti do të mbetej një ndër ato kujtime qesharake që publiku do t'i komentonte gjatë në Big Brother Kosova. Nuk ka moment të vogël.